Jo edhe një që sot jemi me 1 maj, një ditë simbolike që shënohet gjithkund në botë me protesta. Kemi vendosur edhe na të bëjmë protestë dhe të thejmë atë mitin e festës e të bëjmë protestë, për arsye se kemë për çka me bë protestë. Ne kemi inflacionin e kohëve të fundit që është lidhur me çmimin e energjisë elektrike dhe produktet varëse, e që besa punëtorët e korporatës energjetike të Kosovës punojnë, sfidojnë, rrezikojnë jetë dhe vdesin 1% të stafit si rezultati smundjeve profesionale që ne dyshojmë që i marrin gjatë procesit të punës e pasunohet keq në këtë rast. Korporata energjetike e Kosovës çmimin e energjisë elektrike e shet për 29 herë gjys që nga viti 2019 që 6 vite, ndërsa për keqen është ngritur 4 herë çmimi i energjisë elektrike dhe si rezultati kësaj ne po punojmë, ata po bëhen milioner dhe për këtë arsye ne kërkojmë ngritje të pagave, kërkojmë respektim të drejtave ligjore, kërkojmë respektim të vendimeve të gjykatës që janë pagesa për fundjavë, pagesa për rrezikshmëri, kërkojmë marrëveshjen kolektive, kërkojmë gjykatën e punës. Ne shumë herë kemi hasë në keq kuptim edhe me institucionet e Kosovës, edhe me qeverinë e Republikës Kosovës, që thonë që nuk ka nevojë për gjykatën e punës. Kjo është një gënjeshtër për arsye se vetëm korporata energjetike e Kosovës ka mira land që punëtori e ka padit për padrejtësit. Ne kërkojmë me ngonë gjykatën e punës. Ata të cilët janë kundër gjykatës e punës janë kundër punëtorit. Dhe ju bëj apel edhe të qeverisë të ardhshme edhe kuvendit e ardhshëm, deputetëve të ri që të bëjnë gjykatën e punës, të aprovojnë këtë drejt për punëtorë, se nëse nuk bëhet kjo gjykatë e punës, atëherë tregojnë qartë që janë kundër interesave të punëtorëve. Kemi paqartësi e padrejtësisë, stërgjatjet e orarit e punës, sigurimin shëndetësor që nga viti 2015 që është në ligjin e Republikës Kosovës, asnjëherë nuk është bë. Ne kemi nisë me 1 maj si datë simbolike, por nuk do të ndalemi derisa të arrijmë qëllimet tona.